Përshëndetje nxënës të klasës së 6. Do të njihemi në këtë njësi mësimore për modën, rangun, medianën dhe mesin aritmetik. Për të kuptuar më mirë për grupin e të dhënave, duhet që të përmendim disa vlera mesatare të cilat do të na shërbejnë për grupin e të dhënave. Ato janë moda, mediana, mesi aritmetik dhe rangu. Të shohim tani veç e veç se cilat çka nënkupton. Moda është vlerë e të dhënave e cila më së shpeshti paraqitet në grupin e të dhënave. Do të thonë, më flet fjala mod, ajo që më shpesh përdoret nga njerëzit, edhe ne e quajmë në jetën e përditshme se është në mod. Do të thonë, edhe te vargu ose te grupi i të dhënave, mod është vlerë e të dhënave që më së shpeshti paraqitet në grupin e të dhënave. Mediana është vlera e cila gjendet në mes të vargut, do të thonë të vargut, i cili i ka të radhitura vlerat nga më i vogël deri te më i madh. Mesi aritmetik është vlerë e të dhënave, e cila njësohet kur shumën e gjitha vlerave të dhëna në grup e pjestojmë me numrin e të dhënave në grup. Dhe rangu është ndryshimi ndërmes vlerës më të madhe dhe më të vogël në grup. Tani do të kalojmë veç e veç të shohim nga një shembull nga këto që i paraqitëm këtu. Në fillim do të shohim për medianën. Thamë se mediana është vlerë e cila gjendet në mes të vargut. Vargu është i radhëritur sipas madhësisë, do të thonë nga më i vogëli deri tek më i madh. Të shqirtojmë të dhënat për numrin e këpucëve dhe të gjejmë medianën. Një nxënës ka paraqitur numrin e këpucëve të tij që i ka bartur. Ato janë numrat 37, 36, dy herë na paraqitet 36, 35, 35, 33 dhe 36. Së pari i radhitim thamë sipas madhësisë duke filluar nga numri më i vogël. Do të kemi 33, 35, 36, 36, 36 dhe 37. Në qoftë se shohim krejt ky varg numrash, ose krejt këto të dhëna, janë gjithsej 7 vlera. Dhe në mes të tyre gjendet numri 36, që do të konstatojmë se mediana e këtyre të dhënave ose këtij grupi të dhënave është 36. Shohim tani për modën. Moda është vlerë të dhënave, thamë, e cila më së shpeshti paraqitet në grupin e të dhënave. Të shqyrtojmë rezultatet prej një testimi të 10 nxënësve. Në tabel kemi në shtyllën e parë pikët dhe e dyta sa shpesh. Me thonë 5 pik ka 2 herë, 6 pik ka 1 herë, 7 pik ka 4 herë, 8 pik ka 2 herë dhe 9 pik ka 1 herë, ose një nxënës. Qofse i radhisim, do të kemi kështu. Këto të dhëna do të duken 5, 7, 8, 9, 7, 8, 5, 6, 7, 7. Dhe pasi moda është vlerë që paraqitet më së shpeshti në një varg ose një grup të dhënash, shohim se këtu kemi në 4 vende 7. Edhe një këtu kemi. Prandaj, vlera e cila na paraqitet më së shpeshti në varg është numri 7. Prandaj do të themi se moda e këtij vargu është 7. Rangu thamë është ndryshimi në mes vlerës më të madhe dhe vlerës më të vogël në një grup të dhënave. Qofse shohim këtu pikët, vlera më e madhe e pikëve është 9, ndërsa vlera më e vogël ose më pak pik ka 5. Prandaj ne do të zbresim 9 minus 5 që është e barabartë me 4. Që do të thotë se rangu i këtij vargu është 4. Mesi aritmetik.
është vlerë e të dhanave e cila njësohet kur shumën e të gjitha vlerave të dhana në grup e pjestojmë me numrin e të dhanave në grup. Të shohim se si do të paraqesim me një shembull. Në tabelën e mëposhtme është dhënë masa e nxënësve. Ja pra, masa e nxënësve në kilogram. Dhe paraqitet 48 kg, 46, 45, 46, 43, 41 dhe 46. Me thanë, nxënësit të matur në një peshore. Mesi aritmetik do të gjendet kur do t'i mbledhim krejt këto të dhëna, me thanë 48 plus 46 plus 25 plus 26 plus 23 plus 21 plus 26 dhe me që janë 7 vlera, do t'i pjestojmë me 7. Kur do t'i mbledhim këto vlera, shuma e tyre do t'jetë 315 dhe kur do t'i pjestojmë me 7, do t'na dalë se mesi aritmetik i masës së nxënësve është 45 kg. Me thonë, masa mesatare e këtyre 7 nxënësve i bie të jetë 45 kg. Kjo ishte pra e gjitha që paraqitëm për modën, rangun, medianën dhe mesin aritmetik. Mësimin në libër e keni në faqe 142 deri 144, ku për ushtrime mund të merrni detyrat 1 në faqe 142 dhe detyrën 1 në faqe 144. Unë ju dëshiroj suksese dhe ju uroj shëndet. Mirupafshim në prezentimet